O ju robër të Allahut, Allahu xhallahu ala po na tregon në Kur'an se jeta kësaj dunjaje patjetër do të përballemi në të me sprova, me paksim në pasuri, me paksim apo me vdekjen e ndonjëri prej të afërmve dhe dashamirëve ton. Thot Allahu xhallahu ala: "Wa bashiris sabirin." Përgëzoj durimtarët, përgëzoj ata të cilët në të gjitha situatat e jetës së tyre janë të kënaqur me kaderin e Allahu subhanahu wa taala, edhe në qoftë se rënkon zemra dhe luton syri, por gjuha nuk e thot vetëm atë që është i kënaqur Allahu xhallahu ala. Alladhina idha asabatuhum musiba qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Përgëzoj durimtarët, ata të cilët kur i godet një sprovë dhe një musibet dhe një bela për sprovave të kësaj dhunjaje, ata thonë inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, ne jemi të Allahut dhe ne tek ai do të kthehemi. Po ju robër të Allahut subhanahu wa taala, ne jemi të Allahut, ne jemi pronë e Atij. Ai na dha atë ditë kur na dha, ai do të na merr atë ditë kur do të na merr. I lartësuar qoftë Allahu nuk na pyeti kur na dërgoi në këtë dunja dhe nuk na pyet ditën kur na merr nga jeta e kësaj dunjaje. Andaj o vallahu im, ty dhe gjithçka që posedon ty, e gjitha është pronë të madhit Zot te bareke ve teala. Walillahi mirathu samawati wal ard. E Allahut është trashëgimia e qijeve dhe tokës. Pra toka dhe qijet, dielli dhe hëna, nata dhe dita dhe gjithçka që ne posedojmë dhe posedojnë të tjerët, e gjitha është e Allahut. Dhe tek Allahu te bareke ve teala do të kthehemi një ditë tek Zoti i Madh te bareke ve teala për të dhënë përgjegjësi dhe xhevap për gjithçka që ka kaluar në jetën e kësaj dunjaje. Elusë Allahun te bareke ve teala që na ka planë me mëshirën dhe rahmetin e tij, me të vërtetë Zoti im dhe Zoti juaj shumë falës dhe shumë mëshirues.